çështjet kryesore si jo i dobët. Po? Jo i dobët. Ola, sepse thua i dobët do të thotë që nuk janë pasuruar të gjitha gjërat që ndodhin në realitetin shqiptar për mirë. Është i gënjeshtër, është empatik, është propagandë, është pompos, madje do thoja dhe qesharak në shumë drejtime. Për shembull, në raport me arsimin, ne jemi në nivele mjerane dhe ne nuk kapim dhe nuk përmbushim asnjë lloj kushti. Një ndër kushtet kryesore Bashkimit Evropian, po ka arsimin se jam më afër fushës, kërkon që kërkimi shkencor të financohet me 3% të GDP-s, ndërkohë që ne kemi jo 0.3%, siç e kanë shkruar ato, me mashtrim, se nuk është e vërtetë, është 0.06% e GDP-s. Njëkohësisht, testet e PISA-s, analfabetët funksional të shtuar, diskriminimi arsimor, braktisja e shkollës, rrënimi i sistemit arsimor në Shqipëri është kaq i prekshëm dhe kaq i dukshëm sa ne nuk i përmbushim të tilla themi aspirata. Dhe ky raport mjafton të ishte i sinqert dhe i vërtet, ti pasqyronte këto si shqetësime, sepse patjetër janë shqetësime që gjithë ne i ndjejmë, familjet tona, tek fëmijët tanë i prekim çdo ditë, dhe në këtë rast raporti do pasqyronte të vërtetën dhe do ishte adekuat me realitetin. Por ne kur kemi një raport që nuk pasqyron realitetin, ne nuk mund të themi që është i dobët. Jo, është mashtruar, i ndërtuar i tillë me qëllime të caktuar për të kapërcyer lumin. Dhe pastaj dihet ajo pjesa e dytë e shprehjes, për t'ia thënë të bëhe si jo ne, por patjetër opozita është në detyrën e saj, duhet pasqyrohet realiteti, jo vetëm në arsim. Ne kemi realitet trisht me drejtësinë. Shqiptarët sot duhet rrinë vite tëra për të marrë një të drejtë në drejtësinë e tyre, të marrin një certifikat pronësie, dhe ndeshen me arrogancën e administratës, jo vetëm shqiptarët, por edhe investitorët e huaj. Është e shkruar Zeza Mbit Bardhë në raportin që Departamenti i Shtetit Fani përndau këto ditë, dhe qartasi duket që korrupsioni ekziston në gjitha nivelet e administratës, në prokurime, por edhe mtej, sikurse ka shumë probleme që lidhen edhe me ekstremitetet e politikës dhe të mënyrës si goditet, si dënohet opozita, si përjashtohet ajo nga debati parlamentar, nga koha parlamentare, nga funksioni kontrollues, dhe të gjitha këto nuk mund t'i pranojmë që mos pasqyrohen në një raport. Ai raport, duke qenë i vërtet, ndoshta për hir të sinqeritetit do merrte edhe dakordsinë e përfaqësuesve të lartë Bashkimit Evropian, por këtu nuk mund të luash me element tillë, domethënë gënjesh, mashtrosh deri në fund dhe ndërkohë jo vetëm gënjen, por hedh palët edhe mbi opozitën në këtë rast, sepse duket sikur gjithçka këtu shkon vaj, ndërkohë që ne jemi në një proces protestues për këto arsye, dhe këto arsye janë bazike sepse janë pjesë e realitetit shqiptar. Ky realitet jo vetëm duhet dalin nëpërmjet protestave që ka dalë, por duhet pasqyrohet edhe në raportet ndërkombëtare, qoftë edhe në raporte që ndërtohen nga vetë shteti shqiptar, sepse detyra kryesore është transparenca, ju e thatë, është transmetimi të vërtetave, sepse e vërteta në fund fare, Ola, sado e lidhur të jetë e vërteta shkëron, dhe asgjë duhet të na pengojë për ta transmetuar të vërtetën. E kuptoj. Zoti Boçi, ndërkohë nga ana tjetër, ODIHR kërkon edhe transparencë për financimin e partive politike. Duhen rregulla të qarta, thot, për donacionet. Ju çmendim keni për këtë? Prekeni ju direkt ose edhe ju? Sigurisht, jo. Është një pikë shumë e rëndësishme e realizimit proceseve zgjedhore me drejtësi, sepse financimi i partive politike ka një diferencë shumë të madhe kur një parti është në opozitë dhe një parti është në majorancë, por edhe me përdorimin e burimeve administrative. Përtej asaj çka deklaron PS-ja në deklaratat për mënyrën se si ka vjedhur fondet e saj për fushatat elektorale, se kjo është dhe e bukur. Gjithë ne dim që shumë fonde që janë të administratës, janë të ekzekutivit, vendosen dhe përdoren për fushat. Ju dini shumë mirë që 6 muaj përpara drejtuesit politik që janë ministra marrin stafet e tyre ose atashojnë stafet e tyre me gjitha burimet njerëzore dhe financiare në qarqet ku janë dhe krijojnë akses në pas për të
devijuar vullnetin e shqiptarëve. Plus shto mënyrat e ndërhyrjes, gjë që ligji i pengon, por që bëhet financimet paligjshme, ndonse janë parat taksapaguesve shqiptarë. Këto dhe elementet e tjerë që ju e dini nga përgjimet e Sky Encrociata apo përgjimet e SPAK-ut, se si bizneset caktuara janë bërë satelit qeverisë në bashkëmarrëdhënie interesash, kur në momentet e fushatës disbursojnë nga fondet e tyre në rrugë jo legale, në rrugë ilegale, fondet të tëra që kapin shifra marrametse, miliona euro dhe shto dhe parat që vijnë pastaj nga trafiku i lëndëve narkotike dhe nga krimi organizuar, që gjitha pastaj janë themi masa mëdha monetare që përdoren për blerjen e votës, për devijimin e votës. Një parti në opozitë e ka shumë thjesht të deklaroj burimet e saj, i ka super të kufizuara, nuk ka asnjë lloj mundësi konkurruese në raport me buxhetin e një partie në pushtet dhe ne mbështesim këtë pikë të Odirit për transparencën e burimeve financiare. Madje duhet jetë e tillë e bërë qartasi që në fillim që partitë të nisen nga një bazë pothuajse e njëjtë. Pra të bëhet një ligj i tillë i cili mundson që financimi i partive politike të ketë një bazë të njëjtë. Mund vi kjo nga buxheti i shtetit apo mund vi në forma tjera, nuk ka rëndësi, është Komisioni i Reformës Zgjedhore që mund ta zgjidhë, por ama të kenë një partencë, një nisje të barabartë financiare. Përndryshe paraja, super paraja që grumbullon PS-ja në gjitha format dhe mënyrat, normal që do ketë një dalje. Dhe dalja kush është? Blerja e putetit, blerja e votës. Dhe është shumë shqetësuese, e mbështesim këtë nisëm, do japim gjithë kontributin ton me ekspertët tanë dhe deputetët tanë me qëllim që të përftohet një ligj që vërtet bën një kontroll të plot financave dhe garanton një garë të barabartë financiare midis partive politike. E kuptoj. Ndërkohë, kjo rezolut që do të miratoni pas pak në Kuvendin e Shqipërisë, për çfarë shërben? Se këtu do ketë dakordsim mes palëve, apo jo? Do jetë një rezolut e përbashkët. Rezoluta ka reflektuar të gjitha mendimet. Kjo shërben për dhe një mesazh shumë qartë në Bruxelles, që ka një vullnet edhe të opozitës për avancimin e procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përkundër propagandës që është përdorur nga përfaqësuesit e majorancës PS-s, cilët vazhdimisht nxjerrin ata, themi ideologët e tyre në për studio, cilët pretendojnë që opozita është penguese dhe është frenuese, ndërkohë që qartasi vullneti ynë politik i shprehur në akte politike, siç është edhe projekt rezoluta, që do bëhet rezolut në momentin e votimit, ku shprehet qartë dhe qëndrimi i Partisë Demokratike, amendimet tregojnë qartë realitetin e asaj çka ka ndodhur në Shqipëri në raport me parlamentin, në raport me korrupsionin, në raport me gjitha çështjet që janë çështje që janë në agjendën e hapjes kapitujve për pranimin e Shqipërisë në BE. Pra, rrëzon gjithë këtë lloj propagande dhe tregon qartazi një vokacion përndimor pro-europian që Partia Demokratike e ka pasur, e ka dhe do ta vazhdoj ta ketë në gjithë mënyrën se si ajo bën politikën, si reagon, si lufton për të vërtetën, për parimet demokratike, për funksionimin e institucioneve, për të luftuar korrupsionin dhe për të pasur pastaj një rezultat final që dhe Shqipëria të jetë anëtare me drejta të plota në familjen evropiane. Ju mendoni se ka ardhur reflektimi i mazhorancës pas mos miratimit të Ibarit? Apo nuk ka reflektim? Jo, nuk ka reflektim, është në dorim. Do miratoni rezolutën, i bie ka një reflektim. Duan të dorin si loj, nuk është ky reflektim ndaj Ibarit. Reflektimi i parë duhet ishte ndaj situatës politike këtu, kalimin e një qeveri teknike. Ky reflektimi i vërtet. Të tjerat pastaj janë thjesht djallësi vogla, truket vogla që këta duan që vullnetin e opozitës ta përdorin si element kryesor për të kaluar ato pengesa reale që sot i kanë dhe